90 kur filluan të iknin të gjithë, na shkoi në mendje dhe ne dhe diskutuam që tikin dhe ne nga Shqipëria. Sa vjeç ishit? Po unë isha 36, bashkëshortja ishte 31, ishim çiksi në një moshë pak. Në atë kohë unë kisha lexuar për tranzicionin, edhe i them gruas që shiko, nuk ka pse të ikë. Ne kemi rezultate shumë të mira, ishim personalitete në fushat tona. Në Vlorë, gjithë. Në Vlorë, sigurisht. Dhe mendova që, shiko, transicioni do zgjas 5 deri në 10 vjet. Pas saj do stabilizohet, do vendoset sistemi meritës, do vendoset kjo, sipas standardeve normative. Çfarë bëni në atë moment? Unë në atë kohë merresha me politikë, isha kryetari i Partisë Socialiste, domethënë të Vlorës, po, të Vlorës. Kryetari i partisë? Jo, ishte momenti kur bë kapërcim dhe unë kalova nën kryetar, kështu që isha i liruar nga detyra kryesore. Dhe thosha kjo do zgjas 5 deri në 10 vjet. Kaq ishte. Kaq ishte. Tani kur ja u kam treguar shokëve më thon ku e ke atë librin. Edhe unë bësha ka i them atë librin e kam në Vlorë. Kështu që e ke shkruar atë librin? Në libër? E kam shkruar këtë tranzicion. Që 5 deri në 10 vjet. Po 5 deri në 10 vjet. Se pas ka dalë. Kam dështuar. Siç janë dhe plot gjëra të tjera ku në shumë parashikime. Shiko, analiza. Po mirë, sa zgjati sipas te? 5 deri në 10 vjet. Shiko. S'ka mbaruar? Transicioni politik dhe transicioni ekonomik në shoqërinë shqiptare ka përfunduar. Kur? Pra, kur përfunduar? Në një farë mënyrë. Kur? Shiko, kur antarësuan në NATO? Antarësimi në NATO ishte një gur prove, ishte një pikë kthese. Ne nuk kemi më rreziqe të na rikthehet diktatura ose të na rikthehet prona kolektive në mbi mjetet e prodhimit të shoqëri. Po ne nuk kemi mbyllur problemet e tranzicionit moral, që kanë të bëjnë me formimin e qytetarisë, që kanë të bëjnë me familjen, me problemet e tjera. Duke thënë që ne jemi një popull fshatar? Jo, ne nuk kemi, ne jemi popull. Shiko, nëse e mendon thuaj, mos falef. Se thon Gzim Tushi, se po ta them unë. Shiko, ne jemi në një gjendje të amullt dhe në një farë mënyrë duke qenë shoqëria është në krizë, ka një krizë ekzistenciale të saj lidhur me stabilitetin, edhe individët janë pikërisht në këtë gjendje, janë në këtë gjendje kaotike, ku janë të paqartë dhe kjo ka sjellë këto problemet e raporteve që kemi ne me veten, me tjetrin, në struktura të tilla themelore të jetës tonë, në shoqëri, në familje, kudo, në shkollë. Pra problematikat që ne kemi më shumë janë të karakterit social. Aty ne kemi problemet më të mëdha dhe që kërkojnë një përpjekje kolosale, sepse ne nuk kemi të rregulluar mirë ato që quhen amortizatorët kryesor të stabilitetit ekzistencial të shoqërisë. Kush janë këta amortizatorë? Unë të them nga njerë metaforikisht, ne jemi si një shoqëri që janë shkepur të gelat. Domethënë ke parasysh ato pantallonat me edhe rrobat e shkepura me të gela që ecin kështu. Ashtu jemi akoma? Ne akoma jemi në këtë fazë. Bile, unë po them që problemet, nëse do bëjmë një diagnostikim preciz të realitetit tonë, unë do them që ne kemi probleme me institucionet, ato që unë i quaj herpaser të sigurisë morale, institucionet amortizator të stabilitetit social, të cilët janë shumë të rëndësishëm. Sepse ne kemi një përfytyrim pak etatist, po të vëshëre gjithmonë dhe diskutojmë për çfarë bën shteti, çfarë bën qeveria. Sigurisht shteti dhe qeveria kanë mëkatet e tyre, kanë përgjegjësitë e tyre dhe doje mos si nuk i kanë bërë mirë ato rolet dhe përgjegjësitë që kanë. Por unë mendoj që ne duhet ta kthejmë optikën jo vetëm në mënyrë konkave, por dhe konvekse në drejtimin ton, brenda vetes tonë. Edhe vetëm kështu, po edhe kështu. Edhe kështu, duke parë që ne kemi probleme me familjen, ne kemi probleme me shkollën, ne kemi probleme me komunitetin, ne kemi probleme me neurotizmin social, me konfliktet, me dhunën në familje, me divorcin. Këto jo të gjitha janë në dorë të qeverisë. Ti marrë me radhë, profesor. Tani, ka teori që shprehen që ata ide është liderët e shtetit, president, kryeministri, qeveri, opozita, janë të këqinj, populli është i mirë. Tani, unë po pyes njeriu më kompetent. Ata janë ne, domethënë ne kemi produkt ata, apo i kemi zgjedhur gabim, ose na e kanë vjedhur ata në pushtetin. Shiko, unë mendoj që ky ekuacion është bivalent, të dyja janë të vërteta. Të dyja janë të vërteta. Sa qef kisha ti ishe më i prerë? Jo, janë të dyja të vërteta, sepse edhe ata janë produkti kësaj shoqërie. Ata janë produkti ynë, kaq? Absolutisht produkti ynë janë ata. Çfarë tjetër kemi pse? Tjetra është edhe ndikimi jon mbi ta nuk është atje ku duhet. Domethënë prandaj është ekuacioni irreversibël, është i kthyeshëm. Ndikimi është reciprok. Shiko, pa diskutim, ata që janë në bordin e shoqërisë, elita politike e vendit tonë, në këto 3 dekada nuk është se ka qenë lucide, nuk është se ka qenë e përkryer, nuk është se ka... Po si mund të jetë e përkryer? Ne nuk mund të zgjedhim presidentin dhe kryeministrin John Kennedy, Eisenhower.
Nuk mund zgjedhim Franklin Roosevelt. Ne nuk mund të zgjedhim, po megjithatë shiko, politika është profesion, është dhe mision. Një nga gjërat që vëre unë, për shembull, po të shikoni dhe fushatën e fundit elektorale, janë zgjedhur deputet të rinj. Sigurisht, rinovimi i një institucioni politik është i domosdoshëm, apo jo, është për frymarrje. Po ama parlamenti apo ata që merren me politikë nuk hyn në politikë për të mësuar politikën, po hyn në politikë kur janë politikan. Dhe në këtë kontekst, të them që ne duhet jemi shumë të vëmendshëm në ata që zgjedhim. Do me thënë... Po bërë një kritik për Edi Rama? Për të gjithë, absolutisht për të gjithë. Jo, një sekundë, profesor. Kjo që thatë ju është për Edi Rama. Pse? Sepse nga 74 deputet që ka aktualisht Partia Socialiste, 53 janë të rinj, pra do e mos, edhe prandaj, për shembull tani filloi ajo Akademia e famshme e politikës, që një pjesë prej këtyre tani duhet të ulen që të mësojnë politikën, të mësojnë... Të pëlqen ajo Akademia? Unë nuk e di se s'kam pas rastin që të vetë të bëjnë ndonjë temë ose ndonjë leksion, nuk më kanë kërkuar ndonjëherë, megjithë që në orientim jam koherent me ta, po nuk më kanë kërkuar dhe nuk e di se çfarë bëhet dhe çfarë... Jo, atëherë po e riformuloj pyetjen. Do ishte më mirë që leksionet aty t'jepnin deputetët me përvojë, apo t'jepnin edhe disa profesorë universiteti si puna juaj, sociolog, politolog, njerëz që i njohin shumë mirë teknikën e politikës? Unë nuk e di, zakonisht më them rrugë nga i njeri që e shumta mund të ketë shkruar një libër, sepse natyrisht e ka horizontin shumë të kufizuar. Aq më pak unë mendoj që profesioni i deputetit nuk është profesion empirik. Pra, në qoftë se ti shkon atje për t'ju thënë vetëm çështje militanteske, se si mund të ashtu bashkohemi, të unifikohemi, unë mendoj që dija është pushtet dhe dijen e kanë ata që dinë. Në këtë kontekst, edhe në atë akademi... Tani prit, më fal profesor, kush ishte ky që është për kë që ka shkruar vetëm një libër? Unë nuk e di se ka nga ata që s'kanë shkruar as i libër, ka prej atyre që... Do me thënë që ata s'din, ë? Jo, nuk e thash këtë gjë. Kur e kisha metaforikisht. Edhe ai me një libër që ke diskutuar shpesh. Edhe ai më ashtu është, po e kisha fjalën që do të ishte domosdoshme që të kishte prania e politologëve, e juristëve të njohur, të shquar që kanë përvojë. Mirë, jurist për shembull është Fatmir Xhafa aty, sa i flet edhe në aspektin shumë normale është. Normale Fatmiri është. Një autoritet, një personalitet në atë fushë. Është absolutisht. Ka dhe të tjerë, nuk them se parlamenti është i përbërë me njerëz anonim. Ja. Ata që kanë nevojë për kualifikim, për kulturë, do t'i nënshtrojnë kësaj gjë, po ideja ime është që kur i përzgjedhim, në qoftë se thashim, në qoftë se dija është pushtet, atëherë do thotë duhet të zgjedhim ata që kanë dije. Ata që kanë dije politike, dije të vërtetë, që janë kulturalisht të orientuar. Shikoni, ne erpasere kemi neveri për njerëz që janë me të meta serioze kulturore, në formulim, në artikulim, në sjellje, në gjuhën e trupit, në të gjitha gjërat. Dhe për fat keq, erpasere parlamenti nga një aul e rëndësishme e intelektualit dhe qytetarit është kthyer nga njerë në një platformë që gëlon me toksike, me toksike. Dhe ato pastaj interferojnë dhe në jetën shoqërore. Okej, ngasmove me këtë profesor. Tani nga 90-ta deri më sot ne kemi 9 kryeministra që kanë pasur qeveritë e tyre, disa edhe nga 2 në 3. Felevin Fatosano 3 qeveri, Paneli Majko 2 qeveri, Sali Berisha 2 mandate, po Edi Rama është ai i rekordmen madje. Unë do ta them më saktë, po pak më vonë. Qeverisjet e këtyre 9 kryeministrave, zoti Tushi, i kemi merituar? Kanë bërë ata atë që duhet bënin? Shiko, unë mendoj që ndërrikimet e tranzicionit janë shumë të vështira. Shiko, kur ndodhin përmbysje të tilla, dikur ka thënë një nga këta kryeministër, ka thënë që të ndrosh sistemin nuk është si të ndrosh këmishën. Është i vështirë tranzicioni, është i vështirë. U fillua me populizëm, u fillua në këtë rast, tamam me atë që ka lexuar një libër me që po të kthejmë që u tha që shiko, asgjë nuk vlen, duhet përmbysur gjithçka dhe do filluar gjithçka nga e para, sepse ai që e tha këtë kishte lexuar një libër që ishte terapia e shokut. Dhe ai libër e shkatërroi Shqipërinë. Shkatërroi gjithë,
Në fundit, ajo që duhet ndryshuar ishin marrëdhëniet në prodhim, politika, jo mjetet e prodhimit. Forcat prodhuese janë inerte, janë memece. Mjafton të ndryshosh mënyrën se si do t'i vësh. Pra, nuk do të thotë që duhet prishësh ferma, duhet presësh pemët frutore, apo duhet të shkatërosh fabrika. Ju besoj keni marrë vesh tani që ajo që u shkatruan fermat, fabrikat, uzinat, që ishin 500 fabrika uzina, ka qenë investimi i shërbimit sekret serb dhe këtë ka pranuar dhe zoti Berisha. Aq më keq në qoftë se ata që kanë zbatuar këtë Jo ka pranuar zoti Berisha, zoti Ngjela e tha në intervistë me mua, ka thënë 500 fabrika dhe uzina të shkatruara dhe 20 milion dollar, Shesheli i tha Miloševićit, ku janë, tha, ku janë, tha, si e shkatruar Shqipëria. Është vërtet. Këtë e ka pranuar zoti Berisha. Unë po marr vetëm një gjë, po marr vetëm fabrikën fabrikën e llampave në Vlorë. Sa po ishte rikonstruktuar me një vlerë $5 milion Sa ishte rikonstruktuar? Sa ishte rikonstruktuar dhe prodhonte llampa Tungsram, llampë 1200 orë pune. Dhe në 90-ën fabrika e llampave u shkatërua, që ishte moderne, u shkatërua krejt. Në thënjësh. Në thënjëshin, se çfarë tash? Jo, në thënjëshin. Dhe ne filluam të merrnim llampa bullgare dhe unë mbaj mend që blinim në shtëpi dhe ato nuk shkonin as 3 ditë, 4 ditë, kurse ajo llampa e fabrikës së Vlorës shkonte 1200 orë pune. Ishe shkatruaj fabrikën? Po ne shkatruam. Vetëm ka që u tha që këto nuk janë fabrika komuniste, ti shëmbim, ti shkatroj. Do thënë ne u shkatrua fabrika e llambave se dikush tha që është fabrikë komuniste. Do ta shkatroj. Absolutisht. Dhe ju fut populli. Gjitha populli natyrisht u inspiruan se kështu kaq. Po jo, ju fut populli dhe e shkatroj. Patë fabrikën e sodës. Jo, prit rrim këtu njëherë. Po kur bleu llamba pas e bullgare, thanë njëherë çfarë bë? Tani ato mësimet që nxjerrin pas mësimit nuk kanë më vlerë. Kjo ishte çmenduri kolektive? Ishte një marrëzi kolektive, është marrëzi kolektive, zakonisht këto janë raste kur ide të caktuara, ideologji të caktuara indoktrinojnë masa të mëdha. Më pëlqeu shumë kjo. Përveç fabrikës së llambave, çfarë pe vetë që ke qenë aty vetë do të jetë merruar se si po e shkatronin? Po u shkatruan shkollat, institucionet themelore. Jo, dhe ato uzina fabrikat. Atje të gjitha fabrika, sot PVC-ja u shkatrua, fabrika e qimentës u shkatrua, kombinati i konserva që prodhonte Telman, po, që prodhonte vërtet teknologji e vjetër ishte, por i prodhonte konserva, prodhonte të gjitha salcërat e gjërë. Po këtë do të pyesja, mos ajo teknologjia ishte e viteve... Miku im, teknologjia mund të reformojë, mund të përmirësoj, element teknik. Sigurisht, fabrika e llambave mund të ketë pasur 300 punëtor, dhe ajo duhet kishte 100 punëtor, se me 300 punëtor, se si që dini atëherë në kohën e komunizmit, vendet e punës hapeshin, futu merr, sepse ndajshin 5 lek për 5 lek dhe me aq shtyej. Kurse mund të ndryshonte teknologjia, mund të paksoheshin ato, po jo të shkatërroheshin në zero. Dhe sot praktikisht ne nuk prodhojmë, po merr ti fabrikën e telave në Shkodër, ishte tërë për eksport, uzina e precizionit në Korçë,